E trisht ndahet nga jeta gazetari Fatos Daci, mjeshtër i madh dhe një prej figurave të kulturës dibrane. Fatos Mehdi Daci, një nga personalitetet më të rëndësishme të kulturës, historisë dhe publicistikës dibrane shqiptare është ndar nga jeta. Lajmin e idhur e ka bërë të ditur familja, e cila ka njoftuar se omazhet do të zhvillohen në 8 dhjetor 2025 në Pallatin e Kulturës në Peshkopi nga ora 09 deri në orën 11, ndërsa varimi do të kryhet në vendlindje në lagjen Daçallar të Sllovës Dibër në orën 13. Pritja martore para varimit do të mbahet në Tiranë në 7 dhjetor 2025 në shtëpinë funerale IA në rrugën Kujtimlaro nga ora 14 e në vijim. Pashtu pritje do të ketë edhe në 9 dhjetor 2025. Nga ora 08, familja ka vendosur në dispozicion edhe një automjet për të mundësuar udhëtimin drejt Peshkopis. I lindur në Daçallar të Sllovës, Fatos Daci ja kushtoi jetën dijes, shkrimit dhe dokumentimit historik të trojeve shqiptare, duke lënë pas një trashëgimni të pazvendësueshme. Ai ishte antar i përhershëm i Akademisë Amerikano-Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, antar i lidhjes së shqiptarëve të Shqipërisë dhe kryetar i disa shoqatave kulturore e atletare. Në një krimtari mbi 5 dekadë që ai botoi më shumë se 60 vepra historiko-enciklopedike me mbi 15.000 faqe, duke dokumentuar figura, ngjarje, tradita dhe dëshmi historike të Dibrës dhe mbar shqiptarisë. Veprat e tij shoqërohen me mira fotografi të ralla, portrete, dokumenta që sot përbëjnë një pasuri të rrallë kombëtare.